Le do imagjinojmë një skenar vërtet intrigues. T'i jepen dikujt çelsat e një makinerie jashtëzakonisht komplekse dhe të përsosur, qysh në ditën e parë të ekzistencës së tyre. Pa asnjë trajnim. Fiks, pa asnjë trajnim. Nuk ka asnjë udhëzues të ndërlikuar, nuk ka asnjë periudhë prove. Këtij njeriu i jepet kontrolli absolut, fuqia për të organizuar gjithçka, dhe ka vetëm një rregull të vetëm, një kufi të vetëm që nuk duhet ta kalojë. Dhe çfarë bën ai? E kalon. Dhe aty rrëzohet i gjithë sistemi. Pikërisht. Papritur i gjithë sistemi bie. Dhe ne zgjohemi sot një botë që i ngjan fiks atij sistemi të thyer. Domethënë, ne i shohim pjesët e bukura. E kuptojmë se si duaj të ishin, por vazhdimisht ndeshemi me defektet. Është ajo ndjesia e vazhdueshme e kaosit në jetën tonë të përditshme. Ësakt. Është si të hysh në një sallë kinemaje kur filmi ka arritur në mes. Dhe pyetja mbetet, domethënë, si filloi e gjithë kjo? Është një pyetje ekzistenciale shumë thelbësore, sepse kur përballemi me këtë kaos, me dëshirën e thellë për perfeksion nga njëra anë dhe me realitetin e dhimbjes nga ana tjetër, ne instinktivisht kërkojmë të dimë origjinën. Patjetër. Dhe kjo padyshim na çon tek një nga tekstet më të vjetra dhe më influencuese të historisë. Pikërisht për këtë do të flasim sot në këtë eksplorim të detajuar. Kemi një mision shumë të qartë. Do të marrim historinë e Adamit, ashtu siç paraqitet në kapitujt e parë të librit të Zanafillës. Për ata që ndoshta e dëgjojnë për herë të parë ose duan ta kuptojnë më mirë, do t'i përdorim këto shkrime si burimet tona kryesore, bashkë me shënimet studimore rreth tyre. Dhe nuk është thjesht një lexim sipërfaqësor. Jo, absolutisht jo. Në rregull, le ta zbërthejmë këtë. Nuk do ta shohim thjesht si një rrëfim antik, por si një arkitekturë thelbësore të identitetit njerëzor. Dhe pastaj do të shohim se si ky tregim lidhet direkt me letrat e beslidhjes së re, veçanërisht romakëve dhe korintësve. Aty Adami kthehet në një prototip, një pikë krahasimi me atë që quhet Adami i dytë, domethënë Jezusi. Dhe që ta bëjmë këtu siç duhet patjetër të dalim nga ajo korniza një përrallë fëmijësh. Nuk po flasim për kafshë që flasin apo për fruta magjike. Kjo është një analizë vërtet e thellë, një traktat mbi lirinë, përgjegjësinë dhe psikologjinë e bindjes. Jam plotësisht i njëmendje. Kur e analizon tekstin me kujdes, shfaqen mekanizmat e saktë se si një zgjedhje vetëm një, është e aftë të rishkruajë të gjithë kodin e realitetit ton. Tani, që të kuptojmë peshën e kësaj rënje, unë mendoj se duhet fillimisht të kuptojmë lartësinë nga e cila ndodhi kjo rënje. Domethënë, nuk mund ta vlerësosh një tragjedi nëse nuk e di se çfarë është humbur në fakt. Sakt, lartësia ishte maksimale. Shënimet tona mbi Zanafillen e nisin me një detaj specifik te kapitulli 2. Krijimi i njeriut nuk paraqitet si një rastësi. Adami formohet nga pluhuri i tokës dhe menjëherë pas kësaj thuhet se ai krijohet sipas shëmbulltyrës së Perëndis. Ky paradoks balta nga njëra anë dhe hyjnorja nga ana tjetër në një qenie. Kjo është e jashtëzakonshme. Ky kontrast mes pluhurit dhe shëmbulltyrës është një koncept teologjik shumë i pasur. Nga njëra anë, njeriu është i lidhur me tokën. Vetemri Adam në hebraisht, siç tregojnë burimet, ka rrojnë të përbashkët me fjalën Adama, që do të thotë tokë. Pra fjalë për fjalë nga toka. Fiks, ai është material, është i brisht, por nga ana tjetër mban këtë imago Dei, shëmbulltyrë dhe krijuesit. Tani, në botën antike, mbretërit kishin një zakon. Ata vendosnin statuja të tyre ose shëmbulltyra në territore ku sundonin që të tregonin autoritetin e tyre. Të ishin të pranishëm edhe kur ishin aty. Pikërisht, ndaj kur teksti e quan njeriu në shëmbulltyr, po thotë se ai është përfaqësuesi i gjallë i Perëndis. Ai nuk është një aksident i verbër, jeta e tij ka vlerë absolute, sepse ai është aty me një qëllim. Dhe kjo më sjell në mendje një analogji. Është sikur të t'japin çelësat e një kompanie gjigante, perfekte, dhe të bëjnë CEO në ditën e parë. Sepse njerëzit e imagjinojnë Edenin si një parajs dembelësh, e kupton, si një resort ku dikush thjesht rri e pi lëngje frutash gjithë ditën. Po, si pushime të përjetshme. Fiks. Por Zanafilla thekson se Adami u vendos aty për të punuar dhe për të ruajtur kopshtin. Ai kishte një profesion, qysh në fillim. Dhe jo vetëm kaq, i jepet detyra të vër emra kafshëve. Dhe shënimet theksojnë se kjo kërkonte inteligjencë të lartë, vendosi rregulli, tamam si një CEO. Është një akt administrimi i kujdesshëm, dhe gjatë kësaj pune teksti thotë se Adami vëren diçka,
I mungon diçka thelbësore. Nuk ka një shenje të barabartë me të. Pra, izolimi nuk ishte plani. Jo, as pak. Këtu vjen krijimi i Evës. Shiko, kur teksti flet për një ndihmëse, ne shpesh në kohët moderne e keq kuptojmë këtë fjalë, mendojmë se është një vartëse, por termi origjinal, edzer, që përmendet në studime, përdoret shpesh në Bibël për të përshkruar vetë Perëndin si shpëtimtar në kohë lufte. Wow, prit pak. Pra, nuk është thjesht një asistente. Jo, tregon një fuqi të barabartë, një partner të domosdoshëm. Ata u krijuan për këtë marrëdhënie perfekte të ekuilibruar. E kuptoj. Tani, le të ndalemi te ky mjedisi përsosur. Gjithçka është perfekte, pa dhimbje, marrëdhënie perfekte. Por, në mes të kopshtit, vendoset kjo pema e ndaluar. Po, pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes? Rregulli vetëm. Mund të hash lirisht nga çdo pemë, por nga ajo mos ha. Tani, për çdo që futet thellë në këtë tekst, pyetja është pse? Nëse krijon një parajs, pse të vendosësh një buton vetë shkatrimi në mes të saj? A nuk ngjan si një kurth mizor? Në pamje të parë duket ashtu, por kjo është pikërisht anatomia e një zgjedhjeje. Të imagjinojmë një qenie që krijohet për dashuri. Nëse asaj qenie nuk i jepet absolutisht asnjë mundësi për të thënë jo, a është kjo bindje e vërtet? Të jesh i detyruar të duash. Fiks. Është thjesht një programim i pashmangshëm. Si një kompjuter. Një robot nuk të do. Ai thjesht zbaton komandat e tua. Ndaj nuk ishte çështje se pema kishte, nuk e di, një frut helmues apo jo? Jo, pema thjesht përfaqësonte mundësinë e zgjedhjes. Ishte aty për të lejuar lirinë e vërtet. Dashuria ka vlerë vetëm kur ekziston alternativa për të refuzuar. Pra, pema legitimonte dashurinë, liria me kufi. Por ku ka liri për të thënë jo, vjen edhe tundimi. Dhe këtu shfaqet gjarpri te Zanafilla 3. Ajo që ndodh në atë dialog është. Ajo që është magjepse këtu është se mëkati nuk fillon me një veprim brutal. Po, kjo vjet re qartë nga burimet. Gjarpri nuk vjen me shpatë. Absolutisht, fillon me një pyetje të thjeshtë, të butë madje, a ka thënë më të vërtet Perëndia? Kjo është thika më e mprehtë psikologjike në të gjithë historinë. Teksti tregon gjenezën e mëkatit brenda mendjes. Gjarpri thjesht mbjell dyshimin. Ai nuk e fut me zor frutin e gojën e saj. Fare, ai minon besimin. Ai e bën Evën të mendojë se ndoshta Perëndia po fsheh diçka të mirë, se ai rregulli nuk është mbrojtje, por kufizim e shtypje. Dhe kur ky dyshim pranohet, Kthehet në zgjedhje. Sakt, mëkati i vërtetë ndodhi në momentin që besimi u thye në mendje, jo kur u ka fshua fruti. Por dëgjoj, le të bëjmë pak avokat të djallit këtu. Dikush mund të dëgjojë këtë dhe thotë, "Okej, dyshuan, hëngrën një frut që s'duaj. Ishte një gabim." Por përgjigjja ndaj këtij gabimi është prishja e gjithë botës, hyn vdekja, dhimbja, smundjet. A nuk duket ky, si them, një reagim plotësisht i egzageruar për thyerjen e një rregulli kaq të vogël? Nëse mendon si një rregull diete, patjetër që duket ashtu, por shënimet teologjike sqarojnë se ky ishte refuzimi i vetë burimit të së vërtetës. Të haje nga ajo pemë ishte një deklaratë totale pavarësie. Si një puç i vogël shteti. Tamam, ishte përpjekja për të marrë rolin e krijuesit, për të vendosur vetë se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Njeriu praktikisht tha, unë nuk kam nevojë për ty, unë jam legjim. Domethënë një shkëputje vullnetshme. Dhe çfarë ndodh kur shkëputesh nga burimi vetëm i jetës? Vdekja nuk është thjesht një dënim i jashtëm që vjen nga një gjykatës i natosur. Është pasojë natyrore, si kur heq spinën e ngrohesës nga priza. Nuk është se po të dënon priza me të ftohtë, thjesht u ndave nga burimi i nxehtësisë. Kjo jep shumë kuptim momentin menjëherë pas thyrjes rregullit. Sepse te Zanafilla, pasojat fillojnë me atë thyerjen psikologjike. Ata e shohin veten lakuriq, ndihen turp dhe menjëherë shihen nga frika. Është një reagim zinxhir. Coptohen të gjitha ato marrëdhënie perfekte. Njeriu ndjen turp për veten. Pastaj dëmtohet marrëdhënia vertikale, pra me Perëndin, sepse fshihen. Dhe mban mend çfarë ndodh kur merren në pyetje? Po fillon loja e fajsimit. Fiks. Adami fajson Evën, madje pak a shumë fajson edhe Perëndin duke thënë gruaja që ti më dhe pastaj Secili i heq përgjegjësinë nga vetja dhe mjedisi rreth tyre gjithashtu shkatrohet, toka fillon të prodhoj ferra, e më pas ndodh dëbimi nga kopshti. Tani, këtu bëhet vërtet interesante.
kur burimet kalojnë nga zanafilla, te letrat e palit në Beselidhjen e Re, kjo histori kaq e lashtë fillon të bëhet jashtëzakonisht personale. Po, zgjerohet këndvështrimi tërësisht. Sepse te Romakëve 5, Pali thot, mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu. Dhe pastaj shton te Korintasve, në Adamin të gjithë vdesin. Do me thënë, Adami nuk është thjesht një individ I cili bëri një gabim të madh për veten e tij. Ai funksionon si përfaqësues. Ky mekanizëm quhet përfaqësimi federal dhe është çelësia për të kuptuar gjithçka që lidh këto dy tekste. Adami veproi si koka e të gjithë racës njerëzore. Si ta kuptojmë këtë në terma më praktike? Mund ta mendosh si rrënja e një peme me degët e saj, nëse rrënja si hidhet një helm, nuk ka nevojë që të shposh çdo gjethe e ta injektosh me helm. Helmi kalon kudo për shkak të lidhjes organike. E qartë. Ose, në gjuhën juridike, mendo për një president shteti që firmos një traktat lufte, ai e hedh firmën I vetëm në një dhëm, por ajo firmë me stilolaps ndryshon fatin dhe jetën e miliona njerëzve që as nuk ishin aty. Dhe dështimi I Adamit ishte si ajo firma e gabuar. Futet virusi I mëkatit në të gjithë sistemin operativ. Pikërisht, ne të gjithë trashëgojmë atë natyrë të thyer qysh nga ai moment. Tani, të jemi sinqert, për mendjen moderne, kjo duket thellësisht e padrejtë. Pse duhet të mbajmë ne përgjegjësi apo të pësojmë pasojat e zgjedhjes së dikujt tjetër mijëra vjet më parë? Duket dekurajuese. Por nga ana tjetër, këtu shkëlqen kjo logjika e teksteve biblike. Sepse ky mekanizëm përfaqësimi që duket fatal, është I njëjti mjet që ofron shpëtimin. Nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, është kështu. Nëse refuzon idenë që një njeri mund të rënojë gjendjen e të gjithëve, atëherë nuk mund të pranosh as që një njeri tjetër mund ta shpëtojë atë. Po. Është një simetri e përsosur, që te Zanafilla 3 nuk ka vetëm dënim, por fshihet dhe një premtim. Flitet për ato që do të shtyp kokën e gjarprit. E kjo përgatit skenën për ato që letrat e quajnë Adami I dytë, ose Adami I fundit, do me thënë, Jezusin. Është ajo asimetria e mrekullueshme që lexojmë te Romakëve. Nga mosbindja e një njeriu të vetëm të shumë u bën mëkatar, po ashtu nga bindja e njerit të shumë do të bën të drejtë. Të dy këta, përfaqësues, patën një test besnikërie, por kushtet ishin komplet të kundërta. Apo jo? Ishin si një pasqyrë e përmbysur. Mendoje pak, Adami I parë ishte në kopshtin e Edenit. Një mjedis pa asnjë mungesë. Gjithçka ideale, pa rreziqe, pa dhimbje, dhe aty, në atë luks perfekt, ai zgjedh mosbindjen dhe interesin personal. Nga ana tjetër, Jezusi, Adami I dytë, vjen në një botë post-Eden, një botë të shkatëruar, me dhimbje, armiqësi e sëmundje, dhe atij I vjen testi suprem. Në një tjetër kopsht, me qëra fjala, ato të Gjetsemanit. Po, në Gjetsemani, por atje nuk ka pemë frutore të bukura. Ka agoni, ka djersë dhe gjak, ka kërcënimin e vdekjes brutale në një kryq, dhe ndërsa gjithçka e fton të shpëtoj veten, ai bën të kundërtën e Adamit të parë. Ai zgjedh bindjen e plot. Adami I parë ra në parajs, I dyti qëndroi I fortë mes vuajtjes, dhe ashtu si firma e parë solli këtë pasojë universale negative, bindja absolute të dytit ofron këtë rrugdalje, shpëtimin. Pra historia e Zanafillës nuk është një tragjedi pa rrugdalje. Jo, ka një zgjidhje të integruar, të dy përdorën të njëjtin mjet shpërndarjeje, njëri virusin, tjetri antivirusin. Kjo na sjell në një pikë shumë të rëndësishme. Pra, çfarë do të thotë gjithë kjo? Çfarë kërkojnë këto shkrime antike nga ata që I lexojnë sot? Ato na vendosin përballë një zgjedhje thelbësore. Teoretikisht, çdo njeri lind I lidhur me ata Adarin e parë. Ne kemi brenda të dëshirën për pavarësi të reme, dëshirën për të fshehur, për të fajsuar të tjerët kur gabojmë. Turpi dhe frika që shohim përditën e jetë. Pikërisht, por me Adamin e dytë kemi një ofertë të hapur. Është një ftesë për të ndruar përfaqësues, të shkëputes nga ajo pema e vjetër e rënjes dhe të transplantohesh në atë linjën e re të bindjes. Ndaj, kjo është një zgjedhje praktike e përditshme, jo vetëm histori e vjetër. Jam I bindur për këtë, dhe duhet mbyllim duke u rikthyer te një detaj I hershëm nga burimet tona, që mua personalisht më goditi fort. Para se kthye gjithçka, Adami kishte atë detyrën për të vënë emra kafshëve dhe për të menaxhuar kopshtin. Qëllimi origjinal ishte të sillte rregull në botë. Një mision shumë fisnik. Prej nesh, secili ka kopshtin e tij të vogël, familjen, punën,
një rrethmiq. Ne akoma u vën emra situatave dhe ushtrojmë autoritet. Është shumë e vërtet kjo. Pyetja është, a jemi duke sjellë rregull apo kaos? Fiks. Çfarë zgjedhjesh po bëjmë? A u ngjajmë më shumë atij dyshimit fillestar që shkakton ndarje, ku fajsojmë të tjerët pa marrë përgjegjësi, apo kërkojmë të mbjellim atë rregullin dhe bindjen që tregoi përfaqësuesi i dytë? Kjo na sfidon të shohim nga vetja çdo ditë. Zgjedhjet tona kanë shumë peshë, por bukuria e gjithë kësaj është se pavarësisht dështimeve tona, ka gjithmonë një premtim shprese për t'ia filluar nga e para, pikërisht për shkak të atij që e kaloi testin me sukses. Mendoj se kjo është përmbyllja perfekte për këtë analizë kaq të thellë. Këto shkrime antike vazhdojnë të flasin me zë të lartë edhe sot, sepse godasin thelbin e asaj që jemi. Shpresojmë që ky eksplorim t'u dhënë pak ushqim përmendjen gjatë ditëve në vijim, derisa të mblidhemi sërish për një tjetër diskutim të thelluar.